Doktor, mirëmbrëma, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam sonte në Libero. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën, pra po ndina shumë mirë, një ambient diçka jashtëzakonshëm. Po më pëlqen që po na e pëlqen studion. Jo, seriozisht po. Jo mi shoh dhe detajet, po shumë herë kam qenë për emisioni, po që kjo diçka është më e veçantë. Okej, faleminderit shumë. Ndoshta ti po reflekton. Kam një pyetje kështu, doktor, unë ju prezantova për karrierën tuaj, punën tuaj të gjatë, tash jeni te kirurgjia estetike. A ke ti ndonjë ndërhyrje estetike? Me thonë drejtën... E kam menu. Jo, kështu realisht po flasim haptas, po nga një kam vendosë kohët fundin nështë ta që 5-6 vite qes nga pak botox për vete. Kam plan me mba mbjellin e flokve. Gjithmonë më ka ndonë gjatë doktor Qeli edhe po do më uga nështë ta doktor Bisteko. Doktor Bishti. Po ku mi marra të flok ti? Paske a ki mjaftushëm kështu? Jo, këtë punë e bëjnë nështë ta ma te për se 25 vite, shdo më njës i jek flokët. I jek me një maqinë që i tojmë regullisht, dheri sa kom përnu në që kuke, këtë punë e kom banë vetur në makinë, dheri sa kom shkue, po para që kuke, s'kom shku në palesër gjithmonë, që një ndështë ma te për se 15 vite, edhe këtë punë zakonisht e bëjnë makinë, do me thonë kërë. Do me thonë, gjdo dit i hek? Gjdo dit i hek. Jo veç mjekrën, po edhe... Edhe krejt. Do me thonë, tash nuk jam me 2 faqë. Unë nuk jam me 2 faqë, jam me 3 faqë tash, ose me 4 faqë. Doktor, faleminderit për përgjigjet dhe mënyrën se si përgjigjesh. Tani, një pyetje tjetër për ty. Bën operacione plastike. Ku je i specializuar? Cilat janë operacionet që ti i bën? Do me thonë, varet nga kërkesa. Varet nga kërkesa? Varet nga kërkesa. Operacionin që mas shumë të e bëjë është hunda, septorinoplastika. Do me thonë, jo vetëm duke estetike hundës, po edhe funksioni. Si pas meje, po edhe gjdo kënë botë, nuk mjafton tjetë një hundë e bukur estetikisht, në qofë se nuk është frymarrja e mirë. Fillimisht gjithmonë, kur e operoj një hundë, fillimisht të zgjidhi problemin e frymarrjes, pastaj vjen estetika. Nga se gjithmonë duhet me ba një parim, një prioritet. është ma mirë të kesh një frymarrje të mirë, se sa të kesh një hund estetikisht mirë. Okej, do më thonë, kjo është operacioni... Me shpesht. Të tjera operacione? Po duke filluar nga koka lartë deri poshtë, do më thonë, është facelifti, largimi i rrodhave, dhe ballit ftyres. Vjen që ndoshta po ditë cili keme ba herën e parë operacionin e fundit, kom ba këtë pjesën e sipërme, blefaroplastit sipërme. Unë e kom ba për vete kështu. Kështu që nuk ka me shku largë, keme pas nevojë dhe ti me ba. Se po është deformim jo. është ma te për genetike dhe me ko vjen. Mirë po shko kjo rrudha e sipërme që ka fillu, në bisy, që ka fillu edhe të ti mera poshtë, do është edhe me ko ma ditë pare qëtë problem pa me kështu që duhet mu je kjo pjesë. Do me thonë, vjen si nevoj për me ta... Për me pas pamin, po edhe për shikim. Po pra po thomë, shumë, të me thonë, gjdo operacion, është funksioni e para, mande vjen estetika. Mande vjen hunda, mande vjen molzat, vjen botoksi, filleri, bust, gjenjet, gjdo nanë që lindë, ka nevoj me ba një ngritje të gjenve nga se e ushqej femina, po se ushqej me gji, pra zhvillohat gjendrat e shumë, shtetet dhe gjini lëshohat me poshtë. Në dhe ka nevoj që ose do në duk bukur, me ungrita i gji me sip me lartë, do me thonë të këthejet në gjendje, si ka qenë, do me thonë, para semelin, mandi vinë rritja e gjenjve, barko, formësimi trupit me dhjamin e vetë, ma heret. Tash, doktor, po flasim për gjitha këto. Para një 20 vjetësh, nuk është folur haptas për këto ndërhyrje. Kanë qenë shumë të ralla. Bile me pas fol, na kishin pa për të çmendur. Po kjo është bo pjesë e bisedimeve në studio televizive, në familje,
në shoqëri, çfarë ka ndodhur me shoqërinë tonë? Ka qenë të fiksuar pas pamjes ne? Apo çfarë? Jo, është trend botëror. Do me thonë, çdo kun punohet, se për kirurgjisë estetike, çdo kun bëhet është ngritje. Kur fillojmë, ndoshta për një senit që është më i thjeshtë, pak një telefon, çdo kush po i ndrojmë telefonin, çdo 2 vite po ndrojmë telefonin. Po ndrojmë makinën, po ndrojmë mobilet, po do mi pas një shtëpi. Është natyra e njeriut që do me pa ma bukur, ma mirë. Do më thonë, gjithmonë ne dojmë pranë verën se duket ma mirë. Gjithashtu tash dojmë me pa kur na investojmë në telefon. Pse një shoqëri si e jona që është shumë patriarkale është bë pjesë e këtij trendi? Mirë, po kur e ndrojmë telefonin, kur e ndrojmë kerën, atër dojmë e ndrua dhe veten, dojmë duk ma bukur. Tash kur e merë me krahasue, ma më rëndësi jo mëne se telefoni jem, ma më rëndësi jo mëne se sa makina ime, duke me dhune bukur. Kështu e percepton shoqëria? Kështu e percepton shoqëria. A paragjykohen ata që bëjnë ndërhyrje ala? Pe tash me thonë drejten, ma heret një përqindje madhe ka dash me met anonime. Tash në kodë fundit dojnë me mbet anonime ftyrat publike. Tu njësë prej qeverisë deri të ftyrat publike, po ju për ty. Ato që të me thonë njënë mas shprejur në media, dojnë të metën pak anonime, dhe pse shijet nuk mundesh me më shef një hundë, ose do buzë, ose një balë, ose qka dojtë qohë, mirë po me gjithat, do me thonë, unë e respektojnë që ose vjen Resulli tonë, për shamu dhe donë mos më ditë që është po peruat, je obliguar t'ja ruash privatësinë, anonimitetin. Pa tjetër. Sa përqind ka rritje të interesimit? Kështu, në thonë drejten. S'po thamë 1% kështu të sakse se kalkulu, mirë po figurativisht me thonë. Gjithmonë që se marim i gjeni, femrat kanë qenë ma shumë kërkus, dhe femrat investojnë me tepër, me vduk bukur. Mirë po në kodë fundit, edhe gjenia ma shkollore është ka ecë pak më shpejt se sa gjenia femrare. Edhe meshkujt më të madhe bëjnë intervenime me vduk bukur. Edhe meshkujt ashtë? Edhe meshkujt. Okej, cili është një operacion plastik që u a bën tjerve, po që si kështë bo për veti? Kështë pas frikë? Ose na qonë tek zona e rrezikshme? Jo, me thonë implantët, që më nësë du me rrigjit. Ja, tash. Burrat besoj që e kërkojnë këtë. Jo, tash që ka. Jo, realisht, fatkeqësisht, s'po di çdo kush e zgjedh mënyrën e tjesës vetë. Mirë po, ka dhe meshkuj i cili nuk ndihet si mashkull, që është gjenë ose tash, edhe pse Trumpi nuk po e pranon, po me gjithat është ndryshimi i gjeninve, që ose është lindë mashkull dhe ndihet si femër, a i do në kërkes, përveç i intervenimeve tjera, do në me rritë edhe gjithë, me u duk si femër. Që ose më pyta kësha ba është prap një sen që nuk di, nuk kam dojë përgjigje. Mirë po, si pas meje, do me thonë... është tek matë komplikuar. është matë komplikuar. Nga se është personalitet pak në vete dhe shikot është vështirë tjetosh me një gjeni kur të realisht ndihesh ndryshe. Të jetosh si mashkull, a realisht ndihesh si femër. Më thonë është dhëtonim. Në Kosovë nuk di, a është bë në Kosovë ndo një ndryshim? Jashtë e dim, po në Kosovë jo, s'besoj që keni pas rast. Jo, në Kosovë jo, ande nga se edhe sa i përket transmetimit organeve dhe sandeve, dhe më thonë ande nuk është të regulluar me ligj. As me ligj. Po më intereson, pse ti vendose, dhe sa ke studiu mjekësin, që të orientohesh në këtë fushë? Çfarë ndodhi? Çfarë tërhoqi? Tash me thonë drejten, qysh nga shkolla, qysh heret kam pas ide në marrë me të bukure, qysh shkollë të mesme kam ditë që kam marrë me kirurgji plastike. Po të gojtë është një sekret që shumica kolegëve të mi e di, dhe më thonë, kur unë ka marrë specializimin për kirurgji, nuk ka pas për kirurgji plastike, ka marrë me për kirurgji të përgjithshme, që me kohë kur tipet mundësia me kalun kirurgji plastike. Kështu që kam shku në kirurgji të përgjithshme dikun gati rreth 3 viteve, pas 3 viteve kam kalun kirurgji plastike. Per kuriozitet edhe në Amerikë, ma tepër se 50%
nuk e punon atë punën për çka shkollue. Unë e kam ditë që kom marrë me kirurgji plastike, nga se ndikon ndoshta familje, ndoshta rrete, ndoshta rrethonet ndryshme që merr diçka me një profesion caktuar, mirë po me kohë sheh që nuk i e perat, mandej e ndron atë çdo. Nëse tash është trendi, kur e ke marrë ti, nuk është se ka qenë trendi në Kosovë. Nuk ka qenë mirë, po megjithatë është mirë, çdo kush ta bëj atë që e don, nga se sipas meje nuk mund të jesh edhe si gazetar i mirë nëse nuk e don gazetari. Do thonë, për çdo profesion duhet ta duash që të jesh i mirë. Edhe mira e ka minimumin edhe maksimumin, do të thonë që të jesh i mirë duhet të bësh update-a, gazetari update-a profesional. Që shkërkon telefonit bën update-at, çdo disa muaj, edhe profesioni e kërkon të bësh update-a. Okej, profesioni kirurgjisë plastike ka bërë boom bot, po edhe tek ne është duke u rritur. Si e vlerësoni si sektor në Kosovë, për aq sa ju e përcjellni, për aq sa ju i njihni kolegët tuaj që janë të fushës, ku jemi sot? Jemi relativisht mirë, po thomë është individuale, fillohesh nga vetja, varësisht sa investon vete. Mirë po unë mendoj që çdo profesionist duhet të investojë në vete. Nuk operohet për shembull një hund sot, si është operuar para 2-3 viteve. Ndrojnë rrethanat. Do të thonë, bota po ec. Ne shqiptarët nuk bëjmë rregulla, nuk bëjmë kritere. Duhet t'i shohim si bëhet në botë. Që t'jemi, do të thonë, që t'ecim në trend me botën. Nëse duhet ta zgjedhësh njërin, si i klasifikon ndërhyrjet, si luks apo si nevojë? Apo të dyja bashkë? Ndoshta janë dyja bashkë, mirë ata janë dyja bashkë. Mirë, po si thash edhe më herët, sipas meje, nëse më pyet, njëshi është funksioni, e dyta është estetika. Sikur në çdo punë që e bëjmë, unë gjithëve ju them edhe kolegëve të mi, bashkëpunëtorëve të mi, që i falenderoj shumë, kam një ekip të mirë shumë. Fillimisht duhet bëhet mirë, mandi dyshë është bëhet sa më shpejt që mundet. Po mira është para shpejtit. Do të thonë, fillimisht duhet ta bësh mirë, pastaj sa më shpejt që mundesh. Thuhet se ata që bëjnë operimet të cilat u ndryshojnë pamjen drastikisht, edhe dim raste të tilla që e nis me një, vazhdon ndryshimet, kanë pastaj probleme me shëndetin mendor. A është i vërtetë ky pohim? Tash kur e njohim gjithë Michael Jacksonin, ai vetëm hundën e ka operuar dikon mbi 5-6 herë. Michael Jacksoni, vetëm hundën. Duron hunda aq herë? Pa i tash mundesh gjithmonë në detaj me shtohet, diçka me hjek, diçka me shtohet, diçka. Mirë po... Këtu tek ne, në kontekstin tonë, rrethanat tona, ka raste kur njerëzit fiksohen pas ndërhyrjeve, pastaj kanë probleme me shëndetin mendor, nuk pajtohen, nuk e përjetojnë mirë emocionalisht. Po, shiko, intervenimet kirurgjike përveç pamjes estetike, ndikojnë shumë se i kthehet vetbesimi. Qofse një mashkull ose një femër ka dovesh llaposh ose ka një hund të madh dhe të shtrenjtë, ai ndihet indiferent ndaj rrethit. Edhe do të thonë nuk ka guxim. Edhe i bullizuar. Edhe përveç asaj ai nuk ndihet i barabartë me rrethin e vet, me shokët e vet, me shoqet e veta. Kur e kryen atë intervenim i kthehet vetbesimi. Nga se ai mendon se gjithë ja shohin ata vesh që i ka, për shembull llaposh po them. Kur e kryen atë intervenim i kthehet vetbesimi, bëhet dikush tjetër, nga se në çdo profesion, nëse do të thonë faktori kryesor pse nuk lëviz mirë është frika. Edhe ai mendon se çdo sen lidhet se çdo kush ja sheh vesh ose hundën e saj. Kur e kthen, kur e kryen atë intervenim që kthehet ka normalja, atëherë aty kthehet vetbesimi, bëhet dikush tjetër. I shtohen pjesat si në makinë për shembull. Bëhet dikush tjetër që lëviz ekstrem mirë për të mirë. Për këto raste që shkon mirë, okej,
misioni është i kompletuar, por ato raste që shkon keq pastaj, që i humb vetë besimi, që nuk i pëlqen vetja, që ka probleme, si trajtoni? Unë mendoj që çdo kush kur merret për shembull vjen Resuli tonë, flasim për një hund për shembull. Ato si duhet duket hunda pas operacionit, kriteret i bën dikush tjetër, jo ne shqiptarët. Të me thonë, hunda edhe mollzat edhe çdo gjë shkon në proporcion me trupin. Për shembull, hunda shkon në proporcion me fytyrën. Hunda jote duhet të përshtatet fytyrës tane. Ka minimumi, maksimumi. Unë mendoj që çdo profesionist, të me thonë, si mësojmë liber, duhet ka minimumin, maksimumin. Mukin që të kuptojemi. Hunda duhet shkojnë proporcion me fytyrën. Hunda jote të përshtatet me fytyrën tane. Ka regula, ka minimumi, maksimumi. Po jashtë tyne, unë mendoj që kërkosh duhet dalë. Në me thonë, qofse nuk duhet me zgjeta, qofse dikush më vjen me një foto, thotë, unë e du kështu hunden, unë i tregoj që zakonisht e krahasoj me atë gjithë dhe nga pëlqen Porsche-a si makinë. Thonë Porsche ne bojnë ekspertat e botës. Ne marim vozit, se ai që ka mundësi e blenë dhe vozit të knaqet me atë makinë. Mirë po qysh duhet me maru makinën nuk e ndërtojmë ne. Atëherë në qofë se unë edhe ti mendojmë që duhet që atë timonin, vollonin më shtymë mandjat, atëherë unë e besoj ty kur e shoj që fabrika e Porsche se prodhon Porsche në qysh. Tash po mundon me të kuptu, do me thonë, nëse vjen një pacient të ti, nuk del jashtë asaj që i ke mësu. Ashtu është. E çfarë po ndodh me ata që po i bëjnë, çfarë fjale me përdor si besharet to? Si besharet. Ku është problemi, te ai që kërkon apo te ai që e zbaton? Unë mendoj që ai që e zbaton. Ai që zbaton. Do të thonë, në këtë rast mjekët janë ata që nuk duhet bëhet diçka si nuk thot libri. Ke pas kërkesa ekstreme, ke pas raste ekstreme që duan jashtë atij standardi. Jo, nuk e bëj. Nuk e bëj. Nuk e bëj për askënd dhe për asnjë lek. Do të thonë, sa duhet të jetë parë nuk dal nga kriteret e ekspertave të botës. Unë mendoj vetëm unë, po askush duhet dal sikur ti që nuk del nga profesioni yt. Do të thonë, sa dushun me cilë ti nuk del nga kriteret, cilat ti ke bati, cilat ti ke fitu me kohë, me libra, me trajnime, me edukume, do të thonë, nuk duhet dalë nga se ne nuk bëjmë Porsche-a. Ne vetëm kush ka mundësi e vëzit Porsche-n. Po jo, ne nuk e marrojmë Porsche-n. Nuk e bëj asu në regullat që duhet duket një hund, as si do të bëhet një operacion, çfarë do qoftë estetik. Do me thonë, po, ju të bëhet hundës që është bërë para 5 vite, po të bëhen update-at profesionale. Ju bëjnë përshtypje njerëzit që dalin në ekran, që i shihni kamos se si kanë pamjet, ku i kanë defektet. Se mu kur më shikove, ma gjete defektin, do me thonë me njerë. Fatkesisht deformim profesional, dashtës dëbim. Dashtës jeton me këtë deformim. Sy, po mandej, a thua se tu mbaret nga ty. Do me thonë, po ti më dha tash hapësirën dhe fola. Kështu për ndryshe shot, dhe dikush po nuk mendoj. Zonjat po i përshëndesikim brape, kom pas një rast të rgoj një që nuk e harroj kur, një zonjë me 73 vjeç, 73 vjeç, shqiptare, tu jetu në Prishtinë, ka orë dhe ka bua facelift në largimin e rrudhave të fytyrës, me 73 vjetë, shqiptare tu jetu në Prishtinë. Sigurisht ka 5-6 vite. 73 vjeç. Po, 73 vjeç. Por i përshtypje Michael Jackson i 50 sa herë hundën. Ke pas raste kur dikush disa herë ka ardhur te ti me bë hundën, sa herë mas shumë ti? Zakonisht ta shtrëgoj edhe kur e ben hunden, ndoshta 50% është puna jote, 50% është mbaret sa pacienti respekton këshillat. Për shembull, te një hund kur operohet hunda, një vit minimum nuk guxon të mbaj syza, nuk do të mbaj syze. Duhet të jetë shumë i kujdesshëm që mos të lëndohet. Sidoqoftë gjithë pacientat e mi, sidoqoftë që ndodh, qoftë se ndodh diçka nuk është, do të thonë nuk shkon si duhet. Mirë po, isha ndi shumë i kënaqur në qoftë se më kishte treguar drejt atë. Se sa duke do të jetë dina u lëndua ka qitë syze sane, po sidoqoftë ndodh korrigjimi, po kisha qenë i lumtur kur më kishte treguar drejt. Jo më thonë që ka ndodhur ashtu ose kështu. Prap thash, do të thonë ndoshta një 50-60% është puna, pjesa tjetër varet sa i respekton. Shëndet. Pjesë e gripit. Do të vazhdojmë me marketing dhe kthehemi në pjesën tjetër.
Jemi kthyer në studio me doktorin Adem Plokoqi, po flasim për karrierën e tij dhe aspekte profesionale të ndërhyrjeve estetike. Doktor, i përmendë më herët edhe ndërhyrjet në gjoks. Janë shpeshtuar së fundmi këto? Po. Si të gjitha. Si të gjitha, të më thonë, estetika është trend. Kush janë kategoria atyre që ndërhyjnë? Janë to VIP që ju themi ne, apo nga të gjithë ka? Nga të gjithë ka, realisht nga të gjithë ka. Nga se ta thash prapë, qofse dikush mendon se një pjesë nuk e ka mirë që realisht ka drejtaj, çdo gjë do të bëj që ta arreja. Çdo gjë do të bëj që ta arreja. Çdo gjë do të bëj. Kur thua çdo gjë, aspekti financiar nuk është i lirë. Jo të gjithë i kanë mundësit. Ka dikush që vjen me borgje, me këste, apo me kredis gjithë këta. Prapë thash gjenë zgjedhje ben, të më thonë, kombinimet ndryshme, për ndoshta një vetë, dy e arrejnë nga se. Nuk njihet i barabartë me rrethin derisa nuk e kryen këtë intervenim. Nuk ndihet i barabartë me rrethin qoftë. Kur thu nuk ndihet i barabartë, flasim për një presion shoqëror, për një presion social që detyron të shkon drejt asaj zgjidhje. E përmendim me gjoks, qofse për shembull shumica e femrave që ndrojnë kanë gjoksat e mirë, gjenjet e mirë, ajo nuk ka gjenjë, mandej ajo ndihet indiferente ndaj rrethit e vet. Jo se tjerë të shohin, jo pse për shembull meshkujt të shohin, ajo ndihet vetvetiu. Ajo do të bëj gjithmonë, do të thonë, jo gjithçka, po do të bëj gjitha kombinimet e mundshme që t'i bëj gjenit që t'jetë e barabartë me rrethin e vetë. Ka vite që keni klinikën tuaj. Po. Këto fotografi janë nga atje. Po. Si tash, të më thonë, si shumica shqiptarëve, kam filluar jo nga zeroja, po nga minusi. Nga minusi, dhe më thonë është filluar nga një gjë shumë e vogël, ka qenë një ordinancë shumë e vogël që paralelisht nga se sistemi jonë juridik mundëson të punosh edhe në shtet edhe privat. Kështu që me tepër se 20 vite kam punu në Qekukë, që 2 vite gjys nuk punoj me. Paralelisht Qekukës kam punu edhe shumicën e spitaleve private në Kosovë. Kam pas një ordinancë të vogël, mandej ma vonë kam pas një poliklinik, mandej ma vonë një spital special, tash kam një spital special për kirurgji plastike që kryesisht punoj vetëm estetik. Këtë foton e parë këtu është, e falenderoj, kam një staf që prapo thom qofse nuk ishtë qenë stafi në përcjellës ne vetëm kishim mujt me fol. Kështu po me gjithat mundohemi të jemi shumë korrekt, personalisht për vete po flas. Gjithmonë kur folim me pacient, kur kryet ajo konsult, gjithmonë mundohem të futem në këpucët e atij, që ta shoh veten nga ana tjetër. Që kanë thonë 2 vjetrit ma heret, veç shiko a don dikush me ta bën një diçka madje nuk ka bën kurrë. Do të thonë gjithmonë mundona me kalu në anën e pacientit edhe me fol, kur foli me ty si pacient, mundona me fol si me veten. Do të thonë me qenë shumë korrekt edhe me qenë profesionist. Faleminderit shumë, doktor. Ndërkohë, do ta ndjekim një video nga një mik i juaj. Nuk lidhet me mjekësinë, por ka një kërkesë ai. Ta ndjekim video dhe kthehemi në studio. Përshëndetje Resol dhe doktor. Është kënaqësi të jem pjesë e kësaj surprize dhe të flas disa fjali për mikun tim. Unë jam Rinor Kasumaj nga kompania Pritek, e cila ofron shërbime të IT-s, nga edhe ku jemi njoftuar me doktorin ku para shumë vitesh ka pas kërkesë për disa zgjidhje teknike dhe pas realizimit ai bashkëpunim u kthye në mitësi. Kjo mitësi u thellu edhe më shumë gjatë kohës pandemisë dhe izolimit total që kemi pas në atë kohë, ku doktori pati një ide që të marrim disa motor dhe të dalim në bukuritë tona që i kemi në vendin tonë, por ishte sfidues fakti që fëmijët e tij ishin vetëm 2-13 vjeç dhe duhemi i mësu ata me disa motora më të vegjël që më na ndjek në ato terrenet e vështira cilat kemi kalu. E mira krejt asaj ka qenë që
temat diskutimi nuk kishin operacione plastike ose serverat ose migrimit ose cloud shërbimit që ne i ofronim në atë kohë, mirë po ishte temë ape marrim së gjok apo mish, edhe ku me i pjek edhe ku me undal me ato shtagat e vogla, edhe me ushqy dhe pastaj me vazhdu rrugtimin ton. Nuk është që kemi ditë më unal, edhe pse kemi fillu në ora 9 dhe jemi kthy 9 mëngjes, 12 orë rrugtim, lodhja e ka bot veten edhe kemi kalu jashtëzakonisht mirë. Këto kona kanë vazhdu edhe tutje, sigurisht janë përcjellë edhe me udhëtime familjare bashkërisht me doktorin. Doktori nuk është vetëm një profesionist i mirë që e njohim na që bën edhe zgjidhje që shtete tjera ndoshta dështojnë 2-3 herë në operacionet tilla. Ky sfidon veten edhe i zgjidh dhe ka sukses në gjitha ato rastet që i vinë. Është edhe një mik i mirë i cili t'jep motive dhe vazhdimisht të tregon që nuk ka opsion B ose C, po gjithmonë është opsioni A, suksesi, puna, edhe bën jashtëzakonisht shumë presion edhe ne me vazhdu edhe në fitness. Po ne kam veç një ankesë për doktorin që vitin e kalum jemi pa shumë pak, edhe kemi bu disa plane, kam një pyetje për doktorin, kur po e bujmë të premtën po shem doktor, ose të paktën të premtën të mujit, edhe të shijojmë bashkë vikendet e zgjatën atë që kemi thonë, edhe nuk e harrojmë shprehjen asnjëherë doktorit i cili e përdor shumë shpesh, s'ka më nal, s'ka më lodh. Faleminderit doktor. Tash do të flasim për hobit, përmes shokut tuaj rinorit. Shtërësullu në bëj jetën ushtarakot. Gjithmonë zgjohem në ora 5 mëngjesit. Ka 25 vite. Zgjohem 5 mëngjes, ora 5:30 kam shku palestër. Realisht gjitha palestrat që në Prishtinë fillojnë për orës 6. Unë shka kuj punëtor, ka disa kolegë mi doktorë që punojnë që kuke, që të ne orari ka fillu për orës 7, ende fillojnë për orës 7, pa të bëjnë një kërkes 5 starit, që më në hapë palestrën 5:30, mërë se prej 6 deri 6:30, unë gjithë më dhe më dhonë pas palestre duhet bëj dush, unë i kësha të lashe me tërë flok. Jo, me tërë flok. Edhe më ndej bëna një kërkes, më në hapë 5:30, më ndej 5:30, filleshin palestre, deri 27, bëjsha dush aty, i tërsha flok me fem, që që në i gëllë diçka dhe në ora 7, që të më një më kanë që kuke. A të më dhonë përveç palestres, më ndej gjatë Covidit e përmendi rinorin që kam mik të mirë, është një gjallë shumë i mirë, sukses shumë është IT, ka një kompani të vete që bërë shërbimet IT-s, kemi njëfto përmes një kusherin, po më ndej tash jem misht mirë, edhe hobi kam më ndej motorin. Dalim në përbish, është një jo cross, po enduro cross, edhe pak me ik prej gjakot prej prap fillon ton ditën me kanë gjak, me prej, me kep diçka nuk është letë, po qofse prap isha këty, prap e kësha bë punën e njëjtë, po pak me nga njerë prej asoj natyrës, dalim natyrë, marim që përmende e në së gjok në gullash, në diçka bojmë një jetë tjeshtë, po dalim pak natyrë. E bën shpesh? E ke të regullt këtë pjesë? Po ndoshta një 2 herë në mujtë, ndoshta një 2 herë në mujtë gjatë sezones, kur ka mundësi me dalë po. Okej, faleminderit shumë. Një mesazh shumë i mirë. Do të shohim një fotografi tjetër. Kalojmë tek familja. Ja motorët ku qenë kanë. Pak ma heret ishtë një foto. Ajtë vitën e kalumë kom qenë qeki. Ata 2 ma heret që ishen. Ajë në mes është një kirurg plastik qek që punon në Prag. Ka një spital dhe vetin. Ta shtë dhe djalli tina është kirurg plastik. Vishë tërgoj për kuriozitet neve shqiptarë zakonisht kërë bajmë pas 65 viteve ndihemi, po ajnë mes, po para fotografin. Ne zakonisht kërë bajmë 65 vite, thojmë jemi pensionerë dhe mas nuk levizim asgje. Ajnë mes aty, është 73 vjeqar, 83 po 83, bënd të fitness, ishë marë ma heret me volejbol, edhe me 83 vjetë për në ndente bënd të operacione plastike. Me 83 vjetë. Më thonë, nuk ka mosh pensioni 65 për këtë punë? Pa i tash adin se është individuale. Është individuale? Unë thamë vetës edhe 50 vite do të punoj këtë punë. Të fandëru palesës edhe investimit tim personal. Okej. Kalëm të fotografia tjetër tek motorat aty.
Do të thënë, ky është tipi motorave që e ke hobi ti? Po është. Është një adrenalinë e papërshkrueshme. Zakonisht kur dalim me miq të mirë, me fëmijë, është një adrenalinë, prapë thëmë ai që se ka bë këtë punë. Çfarë ti jep nuk ty e kjo? kupton. Çfarë emocioni ti jep? Po iku nga gjaku. Do më thënë nga... Iku nga gjaku edhe mirë me diçka tjetër. Po është realisht shumë adrenalinë. Po nuk rrezikojmë, nga se para motorit kom luajtur futboll. Një kohë gjatë kom menduar që do të jetoj si futbollist. Mirë, po mandej kemi vazhdu prapë me futboll të vogël, me kolegë kryesisht jemi mundu me luajt me zveti doktorat të Shkukës. Mirë, po jo vetëm të ne shqiptarët, po dhe tjetër futbolli është një sport që ka lëndime, jo hinë e keq, jo më shtyte, jo andej, jo këndej, ne ta shkoni me u relaksu, jo me u tensionu, mandi tash jo nuk vlen kjo për mua, atëherë si zavendësimi futbollit, kalova në motora, nga se, edhe palestra dhe motor, nga sa të mbaret nga anë. Sa vjetë të bën me motora? Për zotin, relativisht gjatë, s'po di. Relativisht gjatë? Relativisht gjatë. Ke rreziku ndonjëherë? Jo. Je lëndu ndonjëherë? Jo. Do të thonë, e ke nën kontroll. Nën kontroll, po. Pasionin. Fotografi tjera? Familje? Kjo familja në mes është gruaja dhe 2 çunat, kam 2 djemë, që janë binjak, tash janë ka pregaditen, po shkojnë kurse, po dojnë fakultet mjekësisë. Realisht fakulteti mjekësisë është mjek, është profesion fisnik, po me gjithat nuk është profesion i lehtë, nuk është asnjë profesion i lehtë. Është një doktoresha narkozës që është moj shumë me anestezionit, që është shumë i mirë. Ajo thot nuk është lehtë asë në viva me shku me blesane. Asë që nuk është e lehtë, asë një punë së është e lehtë. Edhe me shku me blesane, në vivë, me bollë pare dhe me kërë nuk është e lehtë. Reklam për vivë, po... Pa i tash që interes, ku do qovë, mirë po asë një profesion së është e lehtë. Mirë po mjekësia është realisht është e vështirë, sidomos kirurgjia, nga se, për shembull, kur hyn një hund me operu, ofrohet shumë afër synit. A u këshillon të vazhdojnë me mjekësi fëmijët tuaj? Apo... E donë tash adinset, ndoshta këta të rrit në atë ambient, mendojnë se ndoshta nuk shohin profesion tjetër përveç mjekësisë. Një ditë gruaja po i thot, po nëse shkoni mjekësi... Maturant janë? Po. Gruaja tash po i thot, nëse shkoni mjekësi, shkoni ta stomatologji, ndoshta ma lehtë na diçka. Njëri prej tyre tha, nëse nuk bën, tha si babi, po e la këtë punë krejt. Të pëlqeu kjo? Apo si e përjetove? A din si personalisht për vete, po thonë prapë, nëse isha këty, prapë kisha vazhdu të njëjtën. Mirë po për fëmijës, po di, është... Shiko tash kurin, hunden me operu, kime shku krejt afër synit, nga mrenda kur e zhidh problemin e frymarrjes, kime shku krejt afër synit. Nuk është si një makinë, për shembull, ose çka do qoftë, ose një gotë, një manovrim i sakt, mundet me pësu, për shembull, mos me pajq, me lindu synin, ose me hap trunin me pas telashe. Ose kur punohet të gjini nga njere, shpesh ndodh me marë pjesë dëbrinjes për me rregullu hundi qka, që mund qelet mushkëria është profesion i rrezikshëm. Po kur e ben mirë, atër s'ka rrezik mirë, po tash s'kisha dash që fëmijët e mi, për shembull, mi ndodh ndonjë lëndim që e them përveç pambarësisht u denova nga gjykata, diçka, po me gjitha të varet si ndihesh vetë. është profesion me shumë përgjegjësi. Profesion me shumë përgjegjësi. Prandaj edhe të bën me një farë mënyrë me qenë si neutral, apo e zgjedhin ajo? Zakonisht po i thonë mendoni janë, dhe ju që më kishar kenë qofë se shkojnë poshtë, me shumë përgjegjësi edhe mandej qofë se diçka eventualisht ndodh, atër unë dijem që unë jam fajtori, pse me punën time, kom diku te ata që ata me zgjedh këtë profesion. E po, fotografia tjetër kur kanë qenë të vegjël? Këtu, po kur kanë qenë të vogël, edhe është në atë ordinancën e vogël, shumë që ka qenë një ordinancë shumë e vogël, shumë e thjeshtë, prapë thash, si shumica e shqiptarëve kemi fillu nga zero, nga minusi.
Mirë po ne kisha thonë që ndoshta shekulli shqiptarëve që kemi lëviz shumë mirë, do me thonë çdo familje, është mirë me u kthye mbrapa pak me pa ku ka qenë e ku është tash, kështu që t'jemi mirë njës ndaj kësaj që kemi sot. Për bashkëshortën nuk më folë shumë. Bashkëshortën e kam krahun e djathtë, do me thonë gjithmonë e kam afer, kështu që qofse nuk ishtë qenë ajo, ne nuk isha ku Jeni jam. profesionin jetë? Jo, është mirë, po nuk mirët me drejtësi, mirët me munga se ka mata edhe është ma mirë më marë me drejtësi, me juridike, me qapodim në jurisprudencë, apo me mikësi, kështu që e kam krahun e djathtë. Merret me ty? Edhe parituri, po jo, mirët me biznes. Me biznes, me biznesin tonë, po. Okej. Si jeni njohur? Jemi njohur të ka pas një lëndim, ka pas një aksident kur ka qenë fëmi, ka pas një lëndim dorës, mande është ndërlidh me që ka pas nevojë edhe për mu, mande ka fillua të njohja, mande kemi vazhdu ma shumë, ka qenë ejo kimia dhe tash jem bashkë, me thonë, mirë edhe për to dhe për mu kemi 2 fëmijë mrekullueshëm edhe unë jam shumë i kënaqur. A dyshim, a e si lindin këto dashnit shumë interesant, do më thonë... Kimia. E bjen paciente? Ashtu ka qenë. Ja kujton dhe njëherë? A kujton ajo? Nuk e thash ma herët, është ndërlidh me një miktimin, kur kam qenë, në shkollë mesme, kam pa një film që një kirurg plastik e shëron një paciente që ka qenë e djegur, edhe mandej një kod shumë herë operon, mandej ajo kimia lidhen, mandej me ko martohen edhe vazhdojnë jetën bashkë. Jeta është kështu, me surpriza. Unë e kam një letër. Keni shkëmby letra ndonjëherë me bashkëshortën? S'keni pas rast? Jo. Mesazhet, po, letër kështu jo. Letër jo. Okej, atëherë është letra e parë që ta dërgon bashkëshortja. Je kurreshtar të di se çfarë të ka shkruar? Pa tjetër. Do të thonë hera parë, po ndodhë që po marrë letër prej bashkëshortës. Atëherë, to janë fjalët e bashkëshortës për ju. Adem. Edhe si kur të shkruaj fjalët më të bukura, ato prap nuk mund të shprehin plotësisht thellësinë e mirënjohjes sime për ty. Dashuria e pakushtzuar për familjen e punën janë gjithmonë burim i vazhdueshëm, gëzimi e krenarie për të gjithë ne, familjen tënde. Ne të dy kemi filluar të krijojmë gjithçka që kemi sot, në një kohë kur të gjitha mundësitë për të zhvilluar kanë qenë shumë të pakta. Përkushtimi yt i palëkundur dhe humaniteti yt janë shtyllat në të cilat ti ke ndërtuar çdo gjë. Faleminderit Adem që nuk kurseve asnjëherë asgjë prej vetës për familjen tonë. Faleminderit që ke pikturuar të gjitha ëndrat tona. Kur të shoh duke punuar aq shumë çdo ditë, më kujtohet gjithmonë se sakrificë do të thotë të bësh diçka të shejtë. Dedikimi yt për punën dhe mirëqenien e pacientit janë inspirim për të gjithë. Pesa. Gjithçka kemi nisur nga zero, e ti the nga minus. Unë këthash vetëm për vete, po mendoj që shumica shqiptarëve kemi filluar ashtu, do të thonë, disa ndodhi, po kemi filluar nga minusi. Do të thonë, nëse Resuli kishte qenë i gjithmonë dhe më kishte dhënë një letër bërë, më kishte thënë, kërko çfarë po don, dëshirat. Ndoshta nuk kisha ditë me kërku këto që ka i kam. Po folin ndoshta dhe si shqiptar. Që zonet që mbrapa shumë pak ka mendu që do të bëhemi shtet, do të kemi shtetin tonë. Njëjtë edhe unë kam mendu që do të bëhem, doktore kam ditë që bëhem sigurisht, mirë po nuk e kam mendu që do të punojnë që kuke edhe që do të vjen koha që unë do të jap dorëheqje që s'do të punoj me.
ndoshta rreth 6-7 viteve para se me dhonë dore që gjithmonë kam mendu mu largu, po gjithmonë kam mendu që duhet të realisht, jo që po them pa është e sakt, kur vinë fëmijët të unë në biznesin tem, dhe me thonë fëmijët nuk pagujnë, gjithmonë, ju kom thonë me kërku disa, ndoshta me dhonë në një dhurat diçka tjetër, po gjithmonë i dha diçka lek, të mbleni qokollatë për jashtë, dhe me thonë atë që kushton fëmijët me artë unë, qofse vjen dikush që nga se di për vete, qofse shon garderob që nuk qëndron mirë, nuk ka shans me pagu, nga se kthejem, kur unë kam qenë ai që është ndoshta shumë sende mos me pas, si ta thash ma herët, gjithmonë mundohem të futem në këpucat e atina që vjen të unë edhe të shoh nga i kanë dhe në shtrim. Po, fatmirësisht i lutem, thëmë, s'ka të Zot, i falenderojmë gjithmonë kur vimi vjetë, kur zgjohemi, i falenderojmë Zotit për shëndet, për tona këto të mirat që i kem, edhe vazhdoj. Faleminderit shumë. Faleminderit. E përmbyllëm të pjesë në një mënyrë shumë të bukur, jemi në minutat e fundit. Do të dalim krejtësisht jashtë profesionit dhe jashtë pyetjeve që lidhen me profesionin. Unë kam një pyetësor që e quajmë pyetësor i rë dhe ua bëjmë njërin nga të ftuarit të mërkurave. Janë 15 pyetje të ndryshme, surprizë për ju. Më interesojnë përgjigje drejt për drejta. Cili është ushqimi që sa herë ha ta kujton fëmirin? Tash pite ma pak mirë, po shpesh shkojnë furë edhe o byrek me spinaq, nëse ka ba nona ime edhe ma një më pelqen shumë. Byrek me spinaq, dhe më thonë shkon furë. Tash nusja ma pak, kër e bon matë mirë se të furës, po me gjithat nuk du me obligu ato, shkojnë furë, ullem aty ma një byrek me spinaq, një ajron edhe mundona pak me kujtu kohën kur nona ime ka ba dhe me komangër bashkë. Faleminderit shumë. Çfarë mendon kur e sheh veten pasqyrë? Jo veç si pamje, por kur e sheh Ademin aty. Për zakonisht çdo personalitet nuk është i kënaqur ndoshta me atë që ka. Natyra e njeriut është që kur nuk kënaqesh me atë që ke, gjithmonë don me shumë. Po me gjithat pra po thëmë, jo, mi knaqën me këtë që kam mirë, po me tendencë që dhe bëhet edhe me shumë. Më thonë, këtë muhabet e bën me vetën? Po, me vetën. Nuk ke bë mjaftu shumë? Du në ende të bëj, duhet ende të bëj. Okej. Cila është kafsha nga e cila friksohesh më shumë ti? Ç'të gjarni. Gjarpëri? Po. Pse? E ke mendu? Ke taku ndonjëherë gjarpëri? Pa i kom taku ndonjëherë, po ndoshta si fëmijë kur e kom taku e kam kështu garanti kom thy kam të ikë. Dhe friksohesh nga gjarpëri? Po. Çfarë mendon se ndodh me ne kur vdesim? Pa unë mendoj që është fundi çdo gjaje. Që mbaron jeta ime për çdo gjë. Më tutje çfarë ndodh? Nuk di. Nuk e di, Se kom mendu asja. Se ke mendu asnjëherë. Burrat dhe gratë, a duhet t'i kenë krejtësisht të drejtat e barabarta? Mendoj që po. Sigurisht po. Duhet t'jenë barabartë. Ashtu si në kalin Zotit që jenë barabartë prapë, edhe gjatë jetës duhet t'jenë barabartë. Faleminderit shumë. Je doktor, po diku tjetër, të pyetje që po a bëj. Ku mendon se shkon një mendim kur harrohet? Në zakonisht ato sende që nuk du me i harru, i thëmë telefonit me ma përkujtu. Telefonit? Po, i thëmë telefonit dhe ma përkujton telefonit. Mundona me qenë... Po ato që i harrojmë, ku na shkojnë? Ku fshihen diku? Po është normale, harresa është normale. Harresa është normal. është normale. Faleminderit shumë. Filma po serial? Shumë pak shoh televizion, mirë po kur shoh mundohen me pa film jo serial, nga se seriali të lidh dhe filmi fillon edhe mbaron ash. Mirë po shumë pak shoh televizion, pra po them shumë pak shoh televizion. Shumë pak televizion.
aroma jote e preferuar, nga të gjitha aromat që mund t'i nuhat njeri. Është aroma e ftonit. E ftonit. Kujton? Diçka ftonin në borë, fëmiria, gjëra, po? Ndërlidhet me Ndërlidhet. femëri, po. Faleminderit shumë. Nëse do të duhej, pa tjetër zgjidhje, një udhtim ndërmjet ka e ardhmja, në të ardhmen, apo në të kaluarën, cilin do të zgjidhje? Nga ardhmja. Nga e ardhmja. Nga se të kaluarën s'muj me ndru. S'mund me ndru. Je kureshtar të dish të ardhmen? Pa i mundona me vepru, me punu që dhe thonë të mbaja ata të binarët që unë isha vetë. Nëse në këtë moment të jetës, kështu si që jetë tani, e takon dikët që po ndihet krejtësisht si ti, që shpo ndihesh tani, qëfar do t'i thoje? Të bëhemi miqë. Të bëhemi miqë? Okej. Edhe në qovë se kështë njëtë të punojmë bashkë. Edhe të punojmë bashkë. Okej, po më pëlqen, do më thonë, miqësia dhe punë, të po e ndjen tani. Qent apo macet? Qentë. Ke pas në të njëherë? Po, kam pas. Qentë i du, po fatkesish kom pak kohë të lirë, për ndysh i kësha pas sigurisht një mirë, po nuk kam kohë të mire me te, kur s'kam kohë të mire me te, atërës duhet ja bej obligim dikuj tjetër, po për ndysh i qenë pëlqenjë shumë, nga se edhe ashtu, dhe më thonë që miku mi mirë njeri ju të është qenë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Cili është një ves që e ke, ja një vetës si ves, dhe do doje ta hiqje nga ky moment? Jam shumë detajist. Shumë detajist. Perfekt, po kështu që ndoshta jam... Kjo lidhet e me profesionin? Po përveç profesionit më ndin, ndoshta edhe me familje, zakonisht i këshilloj edhe fëmijët edhe ndoshta ma pak grunë se gruja din që ka du mirë, po mundohna t'i edukoj që t'jenë sa ma pagabushë. Askosh nuk është i pagabushë e mirë, po qysh nga momenti kur gjonë shkomisha i ka ndërgulluhe prej shtratit, dhe më thonë çdo sen t'a bej, mos e sa ma mirë që mundet. Okej, detajist. A she ëndra? Jo. Kur? Se pyetjen e kam ëndra ma e çuditshme që e ke pa. Nga se flej rreth 5 orë, kam gjumë jem gjatë. E po ëndra është disa sekonda tash. është po shumë pak, kur flenë është pak ndoshta shumë pak shandra. Ndoshta kisha dosh me po ëndër, do me thonë prind nuk i kam, po kisha pas qef shumë herë me po nanën time cilën e kom da shumë, po ma pak e shandër. Mirë po, flej rreth orës 12, zgjohem gjithmonë në ora 5 edhe ma pak shandra. Faleminderit shumë. Nëse do ta dëgjoje vetëm një këngë, prej sot edhe deri në fund jetës, cila do t'ishte ajo këngë? Zakonisht dëgjoj, tash me të drejtën, pak dëgjoj këngë patriotike më shumë. Okej. Ndoshta në këngë të lirë Shaqirët, ose Shkurt e Fejzës, edhe kështu. Nuk e ki një me emën kështu që... Ndoshta kisha dosh me dëgju shpesh Marshën e UÇK-s. Marshi i UÇK-s. Okej, faleminderit shumë. Pyetja e fundit. Çfarë jam duke menduar unë tani? Ndoshta ose kur unë e kam i mbjell flokët, ose kur do të veshti me bab blefaroplastin të unë. Jo, këtë dyja s'kesh të i menduar. Do me thonë, unë ndërlidha me profesionin. Unë lidhe me profesionin, gjithë shka unë ndërlidh me profesionin. Doktor, faleminderit shumë. Shumë knaqë. Faleminderit, kënaqësi që të patëm sonte në Libero dhe për bisedën që e zhvilluam. Faleminderit shumë, pra unë dita shumë herë kam qenë për televizioni, po një ambient më ndrysh pak ma i veçantë. Faleminderit shumë. Faleminderit.